meritën e faktimit për herë të parë se si Edi Rama që vraponte nga një studio tjetër me një bisht gërshërë dhe një pins të thyrë për të justifikuar vjedhje të mërshme mbi të smurët shqiptar. Se si ky, vetëm për sterilizimin, e rriti çmimin e sterilizimit 84 herë. 84 herë. Në një kohë kur ligji kërkon që koncesioni të sjellë detyrimisht kosto më të ulët, shpenzime më të pakta. Ju keni dorëzuar me vjetra dosje të abuzimeve masive të ministrave në skapin në SPAK. E vërteta është se shumica e dërmuese e tyre kanë patur në atë institucion që unë duhet ta respektoj, po s'mlejoj. Fatin e padive të opozitës. Kjo është realiteti. Ne kemi dorëzuar në atë institucion vetëm për krime elektorale mbi 95 dosje. Ne kemi dorëzuar për korupcion me vjetra dosje. Por dosjet e opozitës dhe dosjet e kontrollit lartë të shtetit